Bismillah. Për shëndetje ka kuzhina Nelit, sot kam vendosur me përgatit një kek tepër të shëshëm të butë që ja vlen ta provoni se cila motër, për me kafe ju kënaq. Krejt që ka nevojitën prej përberze janë 5 vezë, 3 lugë të gjellës kakao, një pluhur përpjekje për ndryshe peciv, një sheqer vanile, 150 ml me ujë të nxehtë val, mandej 250 gram me sheqer, 250 ml me vaj edhe 400 gram me miell. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Furrën e kom lëshu me nxehtë në temperaturë 180 gradë. Tepsin në mallësi 35 mall kështu herë 24 cm, pra është mallësia. Shtojna sheqerin, edhe një sheqer vanilë, dhe i tundën vezë derisa të bëhet një mos kremoze. Pra tepsin e kom lyë me gjallë, pose buter, ku e kom qitë pro letër përpjekje si gjithmonë. E që në miksin edhe i tundën pra vezë që të bëhet një mos kremoze. Këtë një shtojna një pluhur përpjekje për ndryshe tepsi. Bërë mosa kremoze e vezëve, tash shtojna pra 250 ml vaj në lëgjire. Shtojna miellin, 400 gram miell, së bashku me një këmësir ose pluhur përpjekje. Shtojna 150 ml me ujë të vaj të nxehtë. Brumin e kemi përzi, tashti e nalë mikserin. Gjysmën e brumit e qesem në një bakall, gjysmën tjetër e lojna këtu tek mikseri ku ja shtojna pra edhe kakao në një 2 lugë të gjellës me qumsht. Pra gjysmën e brumit e kom qitë në bakall, ta shtojna tek gjysma tjetër e brumit edhe kakaon edhe një 2 lugë të gjellës pra me qumsht. Tash e përzina pra edhe brumin me kakao edhe me qumsht. Edhe brumin me kakao e kemi përzi me mikser, qesim në një bakall. Bismillah, e morrim brumin tashti ku e kemi hedh gjallë për që kemi ly pra edhe letrën përpjekje. Spari qesim qështu brum pa kakao. Mandej e marrim brumin me kakao edhe deri në fund, duke bo qështu lara. Prap morrin brumin kështu pa kakao edhe ja qesim. Prap mandej brumin me kakao. Kime qitë edhe brumin në tepsi, se që pra shepre tashti me njëherë fusim pra tepsi në furrën e nxehur në temperaturë 180 gradë që të pjeket. Edhe kekun e kemi hek prej furrës edhe e kom lanë më pjek pra në temperaturë 180 gradë për 35 minuta, si gjithmonë me një rëmujse. E shpojna pra kur brumi nuk ngjitet për rëmujse, atëherë edhe keku është pjekur. E lojna pak që të ftofet,
edhe e bojna prerjen e shifni se si del i but pa mbuk. Edhe kekun e kemi lanë që të ftohet dhe bismillah e bojna prerjen i but pa mbuk. A di qka pa muku? Qashtu është ky kek, se ka një knaq. Pa mërë parasysh e hanin drejka në dorkë. Edhe pse në dorkë nuk i kur s'to mbëlsirat, por drejk më shumë për juve që keni qef me ngjes me një kafe. Hajde bismillah pe ekom sopën e dytë edhe shifni. Pa muk. Kështu që nëse provoni motra, vllazën e dashur, ju do më shënduat ju beft mirë, keni çka me provu, e keni çka me bark me qu. Faleminderit për kohën që ma bëni komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them miru po fshim.